Nga komentet e disa militantëve për kryeprokurorin e ri të shtetit, shihet se në Kosovë kur s'ka pas as shqetësim, as kërkesë për drejtësi, po për hakmarrje. Militantët e kanë pa video në prokurorit të ri që nuk di të artikuloj as fjali bazike, edhe kur përgjigjet në pyetje që më t'ju kishin dhënë për të përgatitur. Ufane veshpa. Kem obligim, është obligim ligjor që se cili rast, a ka mund si edhe njerë pyetje, më falë, inderu. Keni qartë pyetjen? A ka mund si edhe njerë pyetjen se qëtu falë pata. Por kjo nuk ju intereson. Disa i parë duke shkruar se s'ka nevojë me ditë shkrim lexim, me rëndësi me arrestu hajrat, edhe mu marr pasurinë. Gjithashtu posh komente që s'ka dert nëse është partijak e nëse është i kontrolluar nga pushteti, me rëndësi me i burgos hajrat. Kjo normalisht është çmendëri, po këtu çmendërisht është bërë normale të flitën për dallaqe të tilla. Si mund të bëj dikush luftë kundër hajnave kur është i pa integritet, i pa dishëm e i kontrolluar? S'mundet. Por kam edhe një lajm për militantin Kokbosh. Hakmarrja paramendume nuk do të ndodhë me këtë kryeprokuror. Ky është person që ka qenë i kontrolluar më parë nga një pushtet tjetër, e tash kontrollohet nga pushteti aktual. Këto vetëvendosja nuk e ka bëu me njek hajnat e PDK-s, të LDK-s, të AK-s. Vetëvendosja këto e ka bëu për mos me njek hajnat e vetëvendosjes. Që shkuptoni kaq pak punë? Ju vërtet mendoni se Albin Kurti të intereson mja konfisku pasuninë ndonjësh pushtetarja? Duhet kupton diçka krejt bazike. Politikanti korrupton një pjesë e biznesit. Kjo pjesë e biznesit ka nevojë për pushtetin. Biznesmen që i kanë korruptuar dikur politikantë ish pushtetë, sot i korruptojnë politikantë vetëvendosjes. Kjo është lidhja. Prandaj, ju e keni pa Albin Kurtin që pas ju merr votën juve me pralla, i thran takim edhe Lumir Abdigjikun, edhe Vjosa Osmanin, edhe Petri Hamzën, madje edhe Ramush Haradinajn. Nuk besoj që është në rregull që një parti e respektuar parlamentare si AK-ja të refuzoj takimin me mua si kryeministër dhe kryetar i partisë fituese. Mendoni se këta që po i thran takime do t'ua konfiskoj pasurina? Jo, miq, jeni gabim. Këta gjithë bashkë do të vazhdojnë pasurohen. E jo, ne gjithë bashkë do të vazhdojmë varfrohemi, e të marrim shërbimet spitale si këto dhomat këtu. Normalisht Albin Kurti do të kujdeset që t'ua mirëmbajë urrëtitjen, t'ua mbaj gjallë shpresën e rreme se një ditë do të vijë kur bota do të kthej përmbar. Kur dua marr paratë atyre, dua kthej juve, e ju të jetoni të lumtur përgjithmonë. Do të kujdeset fort që ta ushqej këtë mjegull, sepse kështu në mjegull ju do. Kështu i duheni. E që Albin Kurti të ranë shoqëri e madhe. Të kanë rajt ata para tij e të ranë edhe kë. Tragjedia është se ti o militant, i lodhun nga pritja për hakmarrje, e i mbushun urrëtitje nga gjendja personale. Ma shumë e do gënjeshtrën e pushtetit, se të vërtetën që çdo ditë me fakte ta themi ne.